Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank. Do t'japin intervista ato, I ke lopët protagoniste. Deri në 3 muaj qumë flopi apo. Deri në 3 muaj shumë Shumë lopës. Se I mërzitur, çaka. Sa të vjeqe, sa të mirë. Ju bëf të mirë. Nuk po ju ngacmoj. Ja. Nusja është kështu pjesë e familjes apo jep rrogë? Nusja ime. Jo, po jep rrogë apo I ka? Ja, pa rrugë s'pënën edhe jetën. Nuk ka vetëm subvencione Ja. kjo puna, ka puna. Ja, ka punë. Por ama është punë e bukur, të mban gjallë. Po, me fort drejt po. Jam në mes të arave, në Suarek, në Kosovë. Në fakt unë kam ardhur për një fermë, për shkak të ciklit për blegtori që kam nisur, I cili më ngacmon sepse besoj fort që nuk do kemi kur turizëm të qëndrueshëm dhe vazhdimsi ekonomike nëse nuk kemi me çfarë të ushqejmë turistët. Dhe dua të tregoj për blegtorin dhe bujqësinë, këtë herë për blegtorin, jo vetëm në Tiranë, por edhe në Kosovë. Prandaj isha në Istog para disa ditësh, sot jam në Suarek. Dua të shkëmbejmë pak më shumë eksperienca, çfarë bëjnë këtu, çfarë bëjmë ne, si ja dalim, si funksionon, çfarë subvencionesh jep shteti, çfarë përfitimesh kanë, si ja bëjmë për fuqi punëtore, e të tjera. Por shite pyetjen, po pse ka mbjell ara ky fermeri, ata pyesim. Më ndiq. Ja dhe zoti Avni Gashi, që kanë nxjerr gjithë lopët, kanë dalë të gjitha sot. Po. E disa më pëlqen që po vi në një vend që më në fund ka kullot, kjo më pëlqen shumë, sepse shumë më pyesin njerëzit që pse të gjitha lopët në stalla. Në fakt ti pas ke gjithë tokë për to. Po, ne këtu I kena 18 hektar tokë. 18 hektar tokë. 15 hektar I ke marë, të mbjellur me arë 4.000 trupa dhe 3 hektar janë shtalla, 2 shtalla. Kem një për bakti për lopë dhe një kem për viqa. Po kjo më pëlqeu që nuk I ki, ishin në stall dhe Po. pastaj ushqimin e hanë atje dhe ndërkohë këtu vinë gjithkohës rinë gjatë këtu. Këtu deri në mbrëmje rrinë për shkak këtë vjen koha e mjeljes. Rrinë dalin shtëpinë dhe marrin energji diellin, që ashtu duhet për me pas energji. Sa mirë që duke qenë se ke pas kaq tokë ta mbillje edhe këtë, thoshe Jo. lopët le të rinë në stall. Jo. Cila është diferenca e një lope që ka mundësi për ajër, diell? Po lopët që qesëm jashtu marrin një energji, marrin rreze dielli dhe janë lopët shumë të freskët, se kutin brenda hajnë ushqimin që e kena bërë. Si ushqimin e qesëm për 24 orë. Një krer lopë dikon për afërsisht 40-50 kg me ushqim atë, kena silazhen e misrit. Me se ushqe? Me silazh misri, jangjën si apo ditelin, e kem dikon 45% kena silazh misri, 30% kena jangjë apo si ditelin, edhe tjerat I kena që I qesëm ushqime tjera që ke misër, grurë, gjitha lloje që I përzim në mikser. I siguroni vetë apo I merrni? Si me ushqimin çfarë bëni? 50% me fol drejt na I sigurojmë vetë. Dhe 50 I duhet I blejmë për me bërë 100%. Ja, ama do t'japin intervista ato, I ke lopët protagoniste. Po lopët I kena të mira shumë, me fol drejt edhe mbykëqyrë. Sa janë? 93 krer lop janë. 93. Po. Çfarë raca? Raca është Holstein. Holstein Frisis. Ku I merr? Ne kena morë në Gjermani këto. Para 2 vite I kena morë 63 krer lop dhe tash si vjet I kena 30. Pra është biznes I ri? Po biznes I ri që 2 vjeçar. Vetëm 2 vjet ke në këtë që 2 fermë? vjet. Po të gjithë flisin mirë për fermën tuaj? Pa, tash e kena filluë, na besoj që do të shkon mirë. Dhe jem të kënaqur, mirë. Po si nisi në fakt, se unë kujtova se arat u bën për shkak të baktisë. Në fakt është e kundërta? Jo, na që baktijen që kena bë për shkak se është ke mënyrë zinxhirore shkon. Si neve na vjen plerimi ara, si kim 4000 trupa arë.
edhe duhet mi plerue, sa të shkon dikon 30 dhe 40.000 euro çdo vit, duhet mi ble na ple, si thënë baktijes, për ushqim të arrav. Edhe kjo është lidhje zinxhirore. Pra ishte pasoj marrja e blektorisë, e lopëve. Ju duhej për arat. Për shkak ka Ai arrav. është biznesi kryesor juaj? Arat? Ja, biznesi kryesor është në njëra me derivatet të naftës. Pas keni akoma. Po, mirë. kjo është si, po kjo më pëlqen ma shumë e folë drejten. Më shumë më pëlqen për shkak na herë të pasër dalim, kem 2 kilometra rrugë, rreth kompleksit, edhe ashtu. Po kompleksi, sa ko ka? Po kompleksi ka viti 8 se është privatizuar, ka për 8 vite është kjo. Vitin e 7 i kena arrat, që 2 vjet i kem shtallën e lovëve, kështu. Kështu që tani lidhja është më fort me blektorin. Me blektorin, po. Me blektorin, po ka punë më shumë. Punë ka 24 orë. Gjithë duhet kjo s'ka pushim. Të blektoria s'ka pushim, lopët s'kan pushim. Po si ja bën për Po si punëtore? ja bëni, kemi një 10 punëtor. A keni 10 punëtor? Po 10 punëtor i kem, nuk se këto që mirët me mjelje, i kem 5 gra që punojnë këtu edhe 5 mas që punojnë tjera arrat, çka kena nevojë këtu, gjithat, plerat. Janë të zonës, të gjithë që punojnë. Po të fshatit i kemi. Të fshatit. Po mirë atëherë, nuk ankoni për fuqi punëtore. Ja, me folë drejt na nuk ankomi se kemi koshërit tonë e krejt gjitha. O, sa mirë. Por ndërkohë vetë ti ke zgjedhur më shumë blektorin, aty e ke syrin tani, aty po të pëlqen. Tash kam syrin me shumë me folë drejt e blektoria, pse tash i kom po dhënë do vjet. I kam edhe një 54 vjet jam tash edhe kam qef më shumë se ajri i pastër edhe bëj vërdall sillna këto, 2 kilometra rrugë, 4-5 herë në ditë, kështu. Ku e çon qumshin? Qumshtin na qojmë të Pashtriku, vjen e merr, me fol drejt. Te Pashtriku, firma Pashtriku vjen e merr të stalla mëngjes. Subvencionon shteti Kosovës? Po, shteti subvencion 7 cent për litër, që jenë ekstra klas, po me fol drejt na kemi pasardhje në nivelin shumë të lartë. Çdo me thënë, ti jep 7 cent për litër kur është e cilësisë më të lartë. Kuptojnë cilësinë ekstra klas. Ekstra klas. Po. Dhe ju i merrni lekët sepse keni shumë të mirë cilësi. Po. Po tash kena marrë, për herë të parë një herë kena marrë, se tash e kena filluar. Sa keni marrë faqet plus? Po sa ne kena dorëzuar vjet dikon 560.000 litra shumë me 60 krer lopë. 560.000 litra qumsht. I dorëzohet për herë të parë? Për herë të parë, se kjo 6.000 euro, llogaritë 2 herë në vit. 6.000 euro i parë dhe 6.000 euro i dytë. 6.000 euro në parë. Dhe përveç faktit parave që merr nga shitja, shteti ka dhënë edhe subvencionimi 7 cent për litër. Që i bie në total një dikon 7-6 ka dikon një 50.000 euro. 50.000 euro. Po mirë, nuk janë pak. Sy diku në punë, bëhet diçka tjetër. Po edhe me fol drejt edhe komunia subvencionon ka 3 cent. A është dhe komuna që subvencionon? Po, halos na ka dhënë me fol, edhe ajo ka subvencionu deri tash ka 3 cent për litër. Au, po mirë, shumë mirë. Po kjo më shika shumë interesante, sepse kjo ta mban biznesin. biznesin. Po me fol drejt, 7 cent i kemi pi qeverisë, 3 cent pi komunës, dikon 10 cent për litër qumshtit. Shumë mirë, mrekulli. Po ndërkohë, punojnë dhe të tjera apo janë tuajat? Po, gjitha kjo makineria është e jonja, kemi që bëjmë plerimin e arrav, fushës, jangjës, gjitha. Edhe andej është toka juaj? Ja, nuk është. Ja. Kjo toka jonë është rreth kështu se shihet. Ka qenë tokë e babës apo? Ja, kjo është tokë është privatizuar. Është privatizuar. Çfarë ka qenë përpara? Përpara ka qenë edhe kohën e Jugosllavisë, si thonë ka qenë moll, kumull, si pemë. Ka gjë. Rëndësi ka që nuk është djerë, përkundras dhe keni nisur nga e para punën këtu. Edhe ju lumshin duart. Faleminderit. Por vetëm doja të shikoja pak edhe viçat që më tregove. Po. Të cilat nuk janë brenda? Ja, janë këtë stadën këne i viçat. Vemi të viçat. Po. Shumë e mirë stalla e viçave. E viçave? Po, kjo është e viçave. Janë të vegjël? Janë të vegjël, tash këtu janë ka 2-3 javë, një javë. Si bim këtu, një javë maj me qumsh lope, po gjithë javë me qumsh lope japëm, deri në 3 muaj qumsh lope japëm. Deri në 3 muaj qumshin e lopës. Pastaj si japëm? Po tani ushqimin e kena kështu, koncentratet, gjitha çka duhet, edhe shkon, kështu i kem dikun një 42-3 viça. Sa janë gjithsej? 42-3, po janë gjithë viçat lopëve tona, nuk kena kështu. Po, s'ke bler, janë gjitha të... Gjitha janë lopëve tona. Filloni nga më të vegjë, çaka? Fillon me të vegjë deri te atje më të rriturit. Se i mërzitur, çaka. Sa të vegjë, sa të mirë.
Nuk i nxjerr jashtë. Ja, si nxjerrëm jashtë janë të vegjël, da. Si nxjerrëm jashtë ujin e kanë brenda, pinë ujë. I kanë të Bes gjithë. edhe pasërtien e mbajmë nivel. Stalla është e re. Stalla është e re. Stallën e kena bë për lopë tona, me folë këto drejt. janë. Po, këta janë më të rritur. Më të rritur. Ta i gati kanë ka 3 muaj ta. Janë 3 muaj tani dhe do hanë këto, nuk kanë nevojë Ta për janë qumësht. kategorizohen. Ma të mëdhjetë dhe shkojnë dhe ma të vegjlit. Vetëm qumësht apo edhe mish, domethënë Ja, çfarë do të ferma? me ferma vetëm qumsht. Qumshtin e qëmë të pashtriku, vjen e merë, me folë drejt për çdo ditë. Qumshtin e lopëve. Tash i kjenë 93 krer lopë. Qumshtore. Jo mish, nuk përdore. Mish, kjo, Nuk mish. jo. Tash këto dhe ti rritëm këta. Do të rrisësh. Po, edhe ti shesim ku ti bëjnë nga 5-6 kg. Ti vet hamish apo e ke kështu ku shikon? Jo, me folë drejtën e mish në apo i shumë pak. Shumë pak. Folë drejtë kam shumë qef, ma shumë peshku se... Kur i shef thot vjen keq, jo thot ja han këto. Po në një dhe morëm edhe na për veti ka një vizë vogël. Shumë mirë, kushtet i ke shumë të mira. Kusht mirë janë pasërtia është nivel, aerosia o nivel. Dua të më tregosh pak edhe vendin e Mjeljes. Vi këtu vendin e Mjeljes atje kem të... E ke tjetra, po. Atje e Poshte, tjetri, pash që po. kishte ta automatizuar. Po. Ku more eksperiencë që i bëre të gjitha? Me falë drejtë kena dalë na për Kosovë dhe na me vizitu, kena pasë edhe na lopë. Edhe ma përpara, para 20 vite, po tani kena shiku, na përket shtallat, na përket Kosovë, në kena Shqipëria po. është më mirë apo Kosova? Po flas për infrastrukturën, Pa, jo për me tërë. falë drejtë si kom vizitu, në Shqipëri thënë është ma mirë, se ka shtalla shumë të Kështu mbaja. thon, po s'ke qenë? Kështu, pas kam qenë, ja. Thua, shiko emisionin tani. Kështu thonë që ka shtallat më dhaja atje, me ka 5-600 krerë lopë. Atere, këtu mbas kam ushqimin. Po, ushqimin e kemë. Ato po vinë të gjitha tani Gjitha se vinë. kuptuan që erdhi ora bukës. Po, erdhi vëra bukës, po. Që është kjo pajisja? Kjo pajisja është për pastrimin e pleurit. Pastrimin e kujt? Plehut, A, shka bëhet pastrohet mëri. pleu i Në tyre. mënyrë automatike dhe këtu poshtë e kemë rezervarin 580 ml. Që bëhet pleu që vjen këtu, uji gjithë dëpërton poshtë, në rezervarin e kemë 580 ml. Që bëjmë për arra që plenojmë, plenimin e arrave. Ndërkohë ato kanë Në mënyrë orën- automatike shkojnë. Kanë kohë fillojnë hanë. Aty Po. dalin ku dalin dhe futen? A që shkojnë për të E mbjell kanë atje. Po. Këtu futen, edhe mbyllet e dera atje, edhe hynë atje. Ka 8 koka lopë, 8 krerë. Turin të gjitha. Këtu rinë të gjitha. E kanë shtratërat për me fjetë. Do me thënë dëjnë dërë tani jashtë, hanë, dalin prapë. Pap dalin prap, Kanë- marrin reze, vinë brenda, pinë ujë, hajnë ushqim. Të që kanë kampë. Dua të më tregosh vendin e Mjeljes, se më Po. ngacmoj kur erdha e pash që po hamaj, po ha bukti. Ju bëf të mirë. Nuk po ju ngacmoj. Ju pafshim. Sa mjeli e ka në ditë? Ja, 2 mjele, me në qesë dhe mbrëmje. Kush i bën? Bën nusja. Nusja merret me Po, mjeli? po, nusja mire, në ora 4:30 vjen këtu, në 5 ja fillon mjelja. Nusja është kështu pjesë e familjes apo jep rrogë? Nusja ime. Jo, po jep rrogë apo i ka? Ja, pa rrugë s'pënën edhe e dënë. Jo. Me rrogë Pa e ka nusja? qedhë rrugën e matë madhe, bili. Jo, më ja. Për Dëgjoj, zotin, të po. luta ma tregos se ka rrogë nusja. Nusja ka 1.000 euro. Edhe 1.700 me rrugë në mujtë. Po pse 700 që pse e merr? Pe i merë për tjetërës firme, dhe aja s'pënën Po punë të shtëpisë apo? Ja, mërë kështu i merë vetë. Bravo, kështu ka lezet. Këto e Këtu kem... punon nusja. Po, këtu e kem... Nuk është tani. Ja, së është tani. Këtu sistemi mjeljes, jenë 8 krerë lopë milën, këtu e kem brapa laktofrizën e qumësi që deli freskët, drejtë laktofrizën. Del direkt, domethënë nuk ka nevojë për shumë punëtor Ja, këtu. ja, s'ka, këtu punëtor, po në 2-3, po s'ka këtu, krejtë mënyrë automatike është. Sa mirë që e ke bërë, bravo. Pasetia është nivel me folë drejtë, pastër, çdo ditë o kështu. Kjo është që shkon pastrimi thundrave. I thënë, bëhet pastrimi Pastrimi thundrave. Dhe pastaj. Love dalin Në në çfarë antenë. ore vjen nusja këtu që fillon punën? Në ora 5 e fillon. Fillon punën. Në ora 5 e fillon. Mjelja e parë. Mjelja parë. Edhe mbrëmje, 5 mbrëmje. Në 5 edhe në 5 ajo ka punë Po. këtu. Edhe merr 1.000 euro në muaj. Edhe më shumë mund të marrësh nëse. Po, pa e nusja merr edhe ma shumë, po këtu i ka... Këtu kem Bravo. për dezinfektim, kush ti në shtallë, dezinfekton. E këtu e kem dhomën e doktorit. Kësë brenda.
Këtu kem dhomën e doktorit, çka duhet gjitha pajisjet, çka duhet ilaçet, çka përdoret. Këtu i kem sistemin e kamerave. Po, do të thënë këtu i ke të gjithë në kontroll. Krejt, i kem në kontroll, këtu i kem dhoma e doktorit, si thojmë na. Po doktori ku është? Po doktori vjen për çdo ditë. Vjen për ditë. Për çdo ditë i ka. Po, që ka nevojë vjen edhe 2 herë në ditë. 2 herë, 3 herë, sipas nevojës. Ai është në këtu, në Suarek apo? Po, në Suarek, është Suarek, një fshat afër. Këtu vjen për çdo ditë. Dhe këtu e ke gjithë Po. paketën e kontrollit. Këtu e kem laktofrizin e qumshtit, që del direkt prej mjeljeve të lopëve. Në mënyrë automatike, po tash qumshtin me gjese ka marrë, tash s'kem. E ka marrë qumshin e Po, mëngjesit? po, ke pastron vetë automatikisht, pastrohet vetë. Hë bën pastrimin vetë, edhe larja gjitha ke në mënyrë automatike bëhet. Kjo është laktofriz qumshtit. Dhe qumshi ty të del te... Po, që ku del qumshi, prej firma kuj vjen e edhe merr. direkt të vjen. Direkt e marrin ata, ti s'ke fare... Ja, s'kem këtos. Automatike çdo gjë dhe Po. kjo siguron edhe nivelin e pastërtisë, për cilën ti Niveli ke i pastërtisë edhe është me fort cilësi. drejt 100% edhe cilësia. Kështu që me këtë cilësi do kesh më shumë subvencion nga shteti këtë vit. Po, patjetër, Sa e patjetër. ke vënë syri? Po, me gjithë komunja kena vënë syri ndikon një 70.000 euro. Bashkë me parat që do marrësh nga Po, komuna. po, me gjithë komune folëm. Pra, ai ka 100, gati 100 krer dhe merr gati 80 Po i thëmë me lire. subvencionime, se kena subvencionim në adhëtarave, subvencionim qumshtit, Jo, po flaset edhe për qumshin. për qumsht, ashtë i kem 10 cent dikun, komunja të re për afërsisht, 7 i kem shteti që jenë. 70.000 euro. 70.000 euro. Ti dim që të bëjmë krahasimet, shumë interesant. 75.000 euro. Këtu e kem kuzhinën e punëtorve për ngrënje. Këtu e kem kuzhinën. Që hanë me ushqimin e tyre. Po, ushqimin punëtor që rrinë. Sa punëtorë janë gjithsej? Gjithset janë 10 këtu. Për të gjitha Për veprimtarit. gjithë këtu që ka punuar që të kompleks gjithë, këtu e kem me banjë. Edhe me për gjithë. arat. Këtu është vendi ushqimi tani, përgatitet ushqimi. Përgatitit ushqimi. Të gjitha këto? Po, jo, këtu janë mikseri që vënë për zjeljen e ushqimit. Aha. Kemi një 7-8 lloj, si fillojmë na prej nisrit, sojes. Përgatit tani edhe Kristiani, kush ushqimi? Kush ushqimi Nuk është mund të mos, nuk mund të mos jesh. Po pse, si e bëni? Je në çdo fermë gjithkohë apo si funksionon? Unë jam me program në çdo fermë, do me thënë, në varësit numrit krerëve, në varësit problemeve që ka secila fermë, ne jemi prezent të secila fermë. Do me thënë, zakonisht ne i vizitojmë fermat çdo 2 javë, fermat si javë një çdo 2 javë i vizitojmë. Çdo 2 javë. Çdo E ti si javë, më tha, ishim në Istokë dhe tha, kur dua të kënaqem, edhe kur s'kam punë shkoj në Suarek, tha, ka shumë I kam për zemër, i kam për zemër. Kam që një vit e pak që punoj me ta. Po çfarë në kuptimin çfarë bëni? Atëherë- Nëse ushqimi përgatitet këtu, ushqimi juaj. përgatitet aty. Te kjo. Po. Ju çfarë bëni? Çfarë i sillni? Atëherë, unë fillimisht kur kam nis punë me Avnin, kam bërë recetat ushqimore. Është një procedurë pune standarde që ne kemi me gjitha fermat, në bazë të ushqimeve që ka ferma, silazheve, ushqimi voluminoz dhe koncentratit. Edhe Avnia merr nga ne 3-4 produkte kryesore plus gjëra tjera që i duhen. Produktet janë premiksi, është një nga produktet që merr vazhdimisht, janë shtesa minerale vitaminike. Një produkt tjetër që e merr është energjia, që është me bazë yndyrore, që dhe atë e përdor rregullisht për rendimentet larta te kjo lloj ferme, dhe sidomos me këtë lloj gjenetike që ka Avnia, sepse zakonisht Kosovë është ky mentaliteti që Holsteinin ne nuk e mbajmë dot. Nëse do ne shikoni Holstein që mbahet siç duhet, me rendimentet larta, Është këtu. mirë se vini. Sepse Holsteinin e preferon Shqipëria më shumë. Holsteini Shqipëria ka 90%, ndërsa Kosova është më shumë Cimental, Montpellier, dhe më pak Holstein. Ndërsa këtu ishin të gjitha Këtu janë Holstein, po. Holstein. Po. dhe ushqimi kur u lidhet bashkë? Se si Po si kjo kardë funksionon? nuk ka vizitu, dhe se kom ditë kardë, unë kështë të bëj programin. Dhe të pëlqeu të punosh. Ka rezultat, perisi ka Ku është ndryshimi? Ku e shikon Ushqimi si ndryshimin? kena përdor kjo. Kjo është prodhim austriak. Ushqimet tona i bëjmë gjitha këtë mikser.
Pastaj shton vitamina dhe ushtrake. Gjitha llojet çka I kena këtu, diku një 9 produkte. Bëhet përzierjen e këtë mikser, vjen. Ju patë probleme si në Shqipëri me aflatoksinën? Jas. Fare. Po si ka mundësi, pse vetëm në Shqipëri? Besoj se marrin misri mbjellje mund serë. t'jetë pak më I kontrolluar dhe nuk ka pas probleme. Plus që ke një pjesë shumë madhe të Kosovës që përdorin koncentratin, po që besoj se është pjesa e kontrollit në Portogana. Besoj që është pjesa e kontrollit në Portogana. Kontrolli më shteti siguroj Po, më. sigurohet më mirë që t'i mbroj, që Më mos shkoj puna deri aty. Edhe një gjë më bëri përshtypje. Në Shqipëri më kanë thënë për shkakun që viçave japin qumë shplur. Ju jepni Jo, tash nuk I japëm na çum shlope. qumë shlope, po si të del? Po si del ka se ka prodhim mirë, Olshtani, ka prodhim mjaftueshëm. Ka qumsht. Por, a është problem sepse shumë flasin qumë shplur, ku është problemi? Në realitet nuk është problem, sepse dhe qumë shplur që është I bërë si produkt, ka një përmbajtje që është e përafërt në qumë shplur, se s'mund t'japësh ti diçka që nuk ka lidhje me organizmin e kafshës. Shumica e përdorin, shumica e fermave që përdorin për çështje kostosh, sepse kosto e qumë shplur del më lirë se sa qumë I lopës, po që gjithsesi në Kosovë është pak më ndryshe nga Shqipëria, dhe e përdorin pak më shumë qumë e lopës, ose e përdorin një periudhë më të gjatë fillestare nga lindja, dhe pastaj ka ferma që futen me qumë shplur. Sepse si kosto është gati gjysmë për gjysmë. Në gjë tjetër që dallon në Kosovë që e ka më ndryshe nga Shqipëria? Që dallon Kosovë që ka ndryshe nga Shqipëria. Avnia për shembull, çka ka Avnia? Se Avnia tha, më duket tha se I keni ferma më të bukura. Ma të mëdha kam dëgjuar pikë ti që I Ka dëgjuar. Janë më të mëdha janë edhe përdorin shumë Holstein. Domethënë Avnia është si tip, domethënë si pikë referencë për Holsteinin në Kosovë, sepse e para ka stall moderne, ka rendiment shumë të lartë edhe punon shumë mirë me to. Kjo është gjë më e rëndësishme. Domethënë unë e kam kështu si për vend relaksi. S'kam jam në një moment që dhe vetë qetësohem shkoj një. Se dhe më presin mirë dhe bashkëpunimi na ka jetë shumë mirë që kur kemi fillu me rendiment 26 litra dhe kemi qenë besoj, nuk e di tash duhem parë statistika nëse në një fermë tjetër, po dyshoj që rrit 34-35 litra mesatare me Holstein. Një kok ka 35 litra. Bravo. Dhe për më tepër ajo që më ngacmoi shumë ishin arrat dhe efekti zinxhiri prodhimit në këtë fermë. Dua të më tregosh tani I pash pak vet, po dua të ma shpjegosh më mirë ti. Do takojmë edhe në Shqipëri kam përshtypjen tani. Po, besoj patjetër. Më trego arat, lutem. Po. Këtu jemi tek arrat. Po. Sa hektar gjithsej janë? Në këtë kompleksin janë 15 hektar arë. 15 hektar. Në sa? 4.000 trupa. 4.000. Tani jemi në kohën që ato Tash kanë filluar. Ka filluar. Kur janë gati? Gati janë nga 10 deri në 15 tetor. Çfarë lloj are është këtu? Ara Chandler. Chandler është prodhues amerikan Chandler. Është Fidani që merr. Po, Fidani I Chandler. Si është lloji? Është are... Arë është shumë arë mirë, është arë butë, si thejet, letë thejet. Shumë letë thejet dhe ka thelbin shumë të mirë. Shumë të mirë. Ku e qonë, ku e shetë? Me folë drejtu në Kosovë shes gjithë këto. Të gjithë në Kosovë? Gjithë të shes në Kosovë. E firmës Gorenjan, Prishtinë dhe aje bën shitjen e për dyqanet veta. A ti thjesht e di ku e qonë dhe ai që në fillim porosit. Ndodh her pas here që shikoj në Shqipëri që ankohen, thonë për shembull kemi ku e çojmë, ku e shesim, si funksionon? Pa, s'kena arna që shitet, arra shitet gjithë. Jo, nuk them për ardhmë, thonë për gjëra tjera. Për gjëra tjera. Si funksionon? Ti e di ku do e çosh, e di sa do mbjellësh, nuk e mbjell pa e ditur ku. Po, me folë drejt kjo se dinti si kjo dhe arra I ka kushtet atmosferike si janë. Po. Ndo një vit banë ma shumë, ma pak. Temperaturat, breshra, ti duhet me mbrojt. Për ata, ujitje do në stop 1-2 muaj. Këtu e ke për ujitjen të gjithë sistemi? Po, këtu e kam për ujitje, po ta që kom bërë rregullimin e kësaj, frezimin për mëse pas barishta. Sa mirë duket, e bën për ditë vete I kontrollon apo jo? Për ditë, me kontrollojmë për çdo ditë e këtu sert ka barë nga kështu barishta dhe me freza I mshojmë poshtë lart. Ai kaloi tani këtë bëri pastrimin. Po, edhe këtu e kem plerimin, gjithashtë, I qesëm edhe jangjës, I qesëm edhe kësaj, ka pak, I qesëm ple, çka janë plet që morën pishtadës.
E përdor këtu, Po, e pleun e përdorim stallës. këtu. Dhe Po, kjo po. është gjëja më e mirë, kështu që janë të sigurt e arra jote, domethënë kur e Po, blej. janë sigurt edhe 70% bio. Është bio. 7% bio se s'përdorëm na kështu. Nuk përdorëm na si me ujitje diçka tjetër përveç plehu tonë. Po fliste dikur një veteriner i vjetër po tregonte kur ishim në një fshat dhe tha që unë merja të baktiste dhe ja idhim në bujësi, nuk përdorim gjëra tjera. Dhe filluan thanë këto janë gjërat vjetra, bëshin dikur, tani duhen plerat kimik. Në fakt Na si përdorim, me fort drejt na s'përdorim tash plera kimike. nuk përdorim. S'përdorim. Është kjo që të intereson, e baktis. E baktis është. Edhe e bën arën më të ëmbël, më të mirë shumë. Po dhe nuk ki nevojë me investu se duhet ato kristalonet kushte e kanë një çmim kogja të lartë. Që ti tani e në rregull. Po tash jam në rregull se kam subvencion për dy ati deri fituar. Sa subvencion ka Ara? Ara e kanë dikon 650 apo 750 për hektar. Për hektar. Për hektar, po. Që i bie sa merr në total ti nga Ara? Tash 15 hektar sa i merr dikon 10.000 euro ashtu për afërsisht. Ja bëra gjithë llogaritun, fillova sa merr aty, sa merr Sa merr aty. Po kjo do të punues edhe mos mi punu edhe s'ti japin. Duhet ta punosh, duhet të dali dhe e mirë, duhet të cilësore, se nuk t'i japin se i shohin fotografi. Keni parasysh. Ju lëm shënduar. Shumë mirë. E gjitha është zinxhir në këtë vend. Po, kjo është zinxhir lidhet me stallën tonë, gjithë zinxhir lidhet kjo. Asgjë nuk shkon dëm. Ja, plerimi. Dhe punonit gjithë. Gjithë punojmë. Edhe gjithë janë me rogë, edhe goca punon? Ja, goca është e martuar, pëdhaja vjen kanë dy herë. Jepi dorë? Po, në dorë, ku të mbledhim arrat. Ku mbledhen arrat, vinë më shumë njerëz pastaj? Po, morëm edhe fshati, duhet një 30-40 vet këtu. A, duhen njerëz shumë? Po, duhet shumë se duhet bëhet vjelja, pastrimi, terja, ka dhe kjo i qik punë ka. Ka qik si shumë punë. Nuk ka vetëm subvencione kjo puna, ka puna. Ja, ka punë. Por ama është punë e bukur, të mban gjallë. Po, me fort drejt, po. Dhe të mban me dashuri për punën, edhe pse jo edhe me goxha mundësira. Do të shtosh akoma, apo? Ja, kësti kjo është mundësia se duhet ti sa të bënd ma shumë, kjo dojnë punë ma shumë. Këtu sa i ke, ti punojmë edhe ti rrim gati. është po për shi kam për shtypjen, tani, dhe filloj shiu. Ti besoj, ja. Prish punë? Jo, s'prish punë. Nuk prish punë, vetëm stu hit ke hall. Vetëm e breshërët që i thoi, ma edhe është ma probleme pas, po jo, mirë jetë. Koha është e mirë, dhe i tash ka marrë koha e mirë shumë. Tu shtoft puna. Faleminderit shumë. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank.